Krejt kanalizim është, po e thon prap, qëre për kujt vjen. Shumë katastrofë, gjëna për qytetarëve që jetojnë këta. Ta mund rruga me fleqta. Prej honës tjetër, komplet një ekip ka me punun Holger Petersen. Përshëndetje Borim, po të shkruaj për një problem që tashmë është bërë shumë serioz në rrugën Holger Petersen dhe kryqëzimin në rrugën Korabi. Te Holger Petersen rruga është prish shumë, ka gropa të mëdha, ndërsa disa puseta kanë mbet krejt të hapura paka që janë shumë të rrezikshme sidomos natën. Përveç kësaj, prej këtyre pjesëve të dëmtuara për rrjedhë dhe kanalizimi dhe era është merr, mezi kaluhet aty edhe në këmbë. Shumë prej dëmtimeve janë bua edhe prej kamionëve që po kalojnë vazhdimisht. Okej, ka shkruar pak më gjatë, po sidoqoftë na erdhëm te rruga Holger Petersen Këshëreni. Do me thonë këto era është e tmerrshme. Na e kena bu një historie herën e kalume, është intervenu pak, jenë sanu përkohësisht disa gropa, prapë është kthy gjendja më parshme, do me thonë. Këto problemi më i madh është me fekale njerëz. Këto fekale të rrjedhin knej. Era është e papërballueshme, domethënë, po flasim për një rrugë që ka qarkullim masiv. Tashin edhe vetë kjo rrugë çet te gjykata, te kryqëzimi i gjykata. Kallzom sos sfiduese që kjo me çit rrugë kanalizim fekale, kapokat hap. Sfiduese, po është shumë katastrofë. Gjëna për qytetarëve që jetojnë këta. Që sa është ishte? Që 2 vjeta, 3 vjeta, që njëjtë. Edhe era e rone. Era e rone, shumë e tepër. Që kjo është gjendja kësëreni, do me thonë absolutisht e tmerrshme, qëre. Krejt kanalizim është, po e thonë prap, qëre për kujt vjen. Hajde, qëre. Ta mund rruga ma e ndotër, rruga ma e dëmtume, me fleqta. Hajde tash kontaktojna me Liridon Shahinin nga Drejtoria Investimeve Kapitale të pyesëm pse është bre kjo, pse s'peqesin i kapak, pse s'pe rregullojnë kanalizimin, pse s'po i sanojnë këto gropa, pak ma seriozisht. Atëherë, paka shumë më në ta sqarova problemin përmes WhatsAppit më herët, ka të bëjë me rrugën Holger Petersen, e cila do me thonë Liridon këtu s'ka as kapaka, kanalizimi por rrjedh vazhdimisht, era është e tmerrshme, fekale, gropa. Po e kuptoj, në Holger Petersen veç kena intervenu pak para 2 javë, jenë bërë disa sanime, disa gropa jenë këtu në gjendjen e më parshme apet për shkak se këtu po rrjedh uje vazhdimisht për kanalizimi, do me thonë era është e tmerrshme, fekale. Në bashkëpunim me KRU-n, jena këtu intervenu çdo ditë në për gjitha zonat e Prishtinës. Po çfarë është situata që, si me thonë, në këtë gjendje që nuk po mundja me më shumë, gjithsesi Holger Peterseni javën e ardhshme, që i vjen prej honës tjetër, komplet një ekip ka me punun Holger Petersen, edhe sanim të kanalizimeve, edhe të deformimeve të gropave, edhe të pusetave. Po para prakish kapokat e pusetave vendosen edhe këtë javë, sepse një ekip që është të vendos kapokat gjithë kohën është në për teren, ata vinin, mbyllin, mirë po për intervenime më të thella, duhet veç javën e ardhshme, sa është e pamundur me rrinë këtë javë. Do me thonë, problemi me kanalizim edhe me gropa këto me intervenim po dhu që e zgjidh në javën e ardhshme maksimum. Dëgjom, na javën e ardhshme kena me fillu tash varet sa ka punë aty, se her pas here shkon ti për një ditë punë, po del një javë apo kupton se ka probleme. Amo çështja e kanalizimit do me thonë është esenciale për shkak se po rrjedh vazhdimisht edhe është era e tmerrshme do me thonë knej. Sigurisht e kuptoj shqetësimin edhe të juajin edhe të banorëve aty. Mirë, po është e pamundur me mbri shumë shpejt sepse qyteti është shumë i zëruar dhe tash të jena të krejt zona tash. Gjithsesi unë po të njoftoj që Holger Peterseni ka me pas një projekt për vitin e ardhshëm që ka më ndërhyrë dhe unë besoj që shpejt ka më sanu e gjendje. Po javën e ardhshme na kena me intervenu me siguru një herë që gjendje. Kur javën e ardhshme Liridon? Prit honës del një ekip në Holger Petersen edhe ka më marrë veç me sanim të deformimeve të gropave edhe me problemin e kanalizimit. Okej, shihemi të honën Liridon. Shihemi mirëmofshëm. Në të honën kena me udok edhe kena me këshyr qysh është të shku puna këtu, sidomos çështja e kanalizimit do me thonë është esenciale me një herë ajo me u menjanu mas ne edhe gropat. Deri shihemi të honën me epizodën e radhës të Holger Peterseni, unë jëmë Borim Pacolli me që ta më në gjenin këtë platformat.